Me zotin Fatos Rushidi për të mësuar diçka më shumë. Zoti Rushidi, përshëndes. Faleminderit. Gjithashtu përshëndetje për ju. Siç e thash, her pas here kthehet çështja e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Flet së fundmi ish presidenti Pendarovski. Në përmbajtjet mesazhit të tij, cili ishte, le të themi, zoti Rushidi, ajo për cilën duhet shqetësohemi? Pikërisht Steva Pendarovski, duke qenë ish president, duke pasur qasje në informata të klasifikuara, duke njohur gjendjen e sigurisë të vet dhe një politikan me shumë përvojë, i cili dhe vet ka evoluar, sepse në rininë e tij kishte edhe ky qëndrim ndaj shqiptarëve. Mirë po, duke qenë një person, ta themi kështu, progresist, ka evoluar dhe duke qenë me mandat, 2 mandate si president, dhe në kohën e tij erdhi pikërisht edhe ligji, dyshimi i fundit i ligjit për gjuhën, të cili ligj natyrisht etablon gjuhën shqipe si gjuhë të dytë zyrtare. Ky deklarim i tij dhe qëndrimi i tij erdhi pikërisht në momentin adekuat dhe ishte një mesazh për t'i dhënë palës maqedonase, për t'i dhënë edhe gjyqtarit të gjykatës konstitucione, sepse ligji për gjuhën shqipe nuk duhet të preket. Ky mendoj që ishte mesazhi që e dha Steva Pendarovski. Qartë. Rushidi, pse është kaq e vështirë që të zbatohet ky ligj në institucionet e Maqedonisë Veriut veçanërisht, por edhe në sistemin gjyqësor, në fakultete, kemi parë kohëve të fundit, studentët janë ngritur sepse nuk arrin dot që t'japin diplomën ashtu siç duan, në gjuhën shqipe. Shikoni, kemi të bëjmë me politikanë të papërgjeshëm, të cilët mbi, domethënë, garnitura e kaluar, e cila thirrej në ligjin për gjuhën dhe ndodhi pikërisht kur ato ishin në pushtet, e kanë fjalën për bashkimin demokratik për integrim, kemi të bëjmë politikanë që patopësisht, domethënë, e shfrytëzojnë këtë gjë për ta për ta përdorur si element politik, ndërkohë që kur ka qenë ato në pushtet nuk e kanë zbatuar. Pra kemi të bëjmë pikërisht me papërgjegjësinë të plot politike, por këtu hyn edhe heshtja e Tiranës zyrtare, heshtja e aktorëve kryesor politik shqiptar në Ballkan, të cilët nuk kanë bërë tristin e duar për ta zbatuar një gjë që është kaq e rëndësishme dhe që lidhet direkt me identitetin shtetëror të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Çfarë duhet bëjë Tirana zyrtare, zoti Rushidi? Tirana zyrtare ka me obligim kushtetues bazuar në dispozita kushtetuese që Shqipëria obligohet për të drejtat e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të shtetit shqiptar. E thatë shumë sakt, po si, në ç'formë mendoni ju se duhet të ngres zërin? Për shembull, ardha e presidentit aktual Bajram Begaj ishte një lloj mesazhi që në prapasken o lexuar si lloj, ishte në momentin e duhur për të dhënë me dije palës maqedonasë që shqiptarët këtu janë autokton dhe nuk duhet të preken interesat e tyre legjitime, po them, domethënë dhe legale, kushtetuese dhe të drejtat kombëtare që i kanë me ligj dhe me kushtetues. Nëse mund themi, domethënë, apo mund vjosh, përfundoj tutje. Po. Jo, domethënë, tashti ardha e presidentit Begaj, për mua personalisht, po dhe për një që e njohim skenën politike që jemi aktual, ishte shumë e mirëseardhur. Ndërkohë që duhet të jetë kryeministri ai, i cili duhet të bëjë pikërisht kjo nuk është shfrytzuar, ishin 2 parti majtiste, BDI dhe LSDM, ishte pikërisht kryeministri Rama që është majtist, që ishin me vite në pushtet. Domethënë, këto është dashur që ta etablonin si duhet zbatimin e plotë të gjuhës shqipe. Pra, në Maqedoninë e Veriut mungon vullneti politik i aktorëve kryesor politik për ta zbatuar si duhet gjuhën shqipe në të gjitha organet e pushtetit shtetëror. Pra, mungon. Vetëm përdoret për përdorim politik. Domethënë, opozit, ndërkohë kur ka qenë në pushtet, nuk e kanë rregulluar këtë gjë. Kuptova. Zoti Rushidi, ashtu siç edhe paralajmëroi ish presidenti Pendarovski, do të ketë një